is 17%. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur fjalën e tij në Asamblenë e Përgjithshme të IDC-CDI-s, organizatës më të madhe politike të qendrës së djathtë në botë, ku ai mban detyrën e zëvendës presidentit. Berisha ka propozuar ngritjen e një grupi të posaçëm pune për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Berisha deklaroi se narkoshteti Edi Ramës është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje të lira, por vetëm farsa elektorale. Sipas Berishës, Shqipëria është në eksportuesen më të madhe të kanabisit në Europë. Shqipëria është eksportuesja më e madhe e kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptar të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës, me siguri ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera, tha mes të tjera është Berisha, teksa tha se portet shqiptare janë në duart e kartelave të drogës. Berisha shtoi gjithashtu se grupet kriminale në vendin ton kanë në dorë gjithçka. Portet tona janë tërësisht në duart e karteleve të drogës, tërësisht. Prej 5 vitesh ose më shumë në portet tona nuk është kapur asnjë kilogram drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës. Ata kanë në dorë gjithçka dhe të gjithë kontrollin mbi zonat bregdetare, vjoi mëtej Berisha. Ports, because they are controlled by drug cartels.